Nëse themi sot që qeveria është e gjithëpushtetshme, që drejtësia është e gjithëpushtetshme, që media është e gjithëpushtetshme, që oligarkët janë të gjithëpushtetshëm etj. Do të thotë që në shoqërinë tonë po krijojmë shtylla pushteti, të cilat duhet të kontrollojnë njëra tjetrën. Akuzat nga më të larmishmet për gjitha sa më sipër, hidhen vetëm kur ka liri. Për dikë flitet keq vetëm kur nga ai, ajo, njeria institucion, nuk ka kush frikë. Një gjë tjetër është e vërtetë. Në shoqërinë tonë ka ende individa apo realitete, të cilëve nuk mund t'ju përmendet akoma emri, ka tabu dhe frikë. Janë këto zonat e errta që kanë mbetur, që duhet na shqetësojnë, dhe jo ajo që ndodh dhe thuhet në ditën me dritë. Mos harrojmë që vetëm pak vite më parë nuk mund të akuzonim askënd në këtë mënyrë, duke bërtitur nga studio televizive për autokraci e mungesë drejtësie. Nuk bërtisnim dot sepse nuk ishte asnjë në listë për të përmendur. Ishin të gjithë të rreshtuar pas një individi, pas një familje që shtetin në mes të Tiranës e kishte shndërruar si ato kullat e veriut nga ku rrihej ngrohtë në vatrën e ndezur vetëm për të vetët, e nga jashtë gjithkusht qellohej nga fryngjit. Ishte një individ që futi frikën e kritikës ndaj një partie ndaj politikanëve në demokraci. Ndërsa Fatos Nano po lufton në spital mes jetës dhe të përtejmes, duhet t'ia njohim atij lideri politik me ritën e vyer që i pari mes të gjithëve, u ahoqi frikën shqiptarëve për të thënë rreth tij çfarë të donin e si të donin, media e politikan kundërshtar. Nuk ishte e lehtë që njerëzit të shpreshin pas 45 vitesh nën diktaturë. Fatos Nano mbante. Fatos Nano nuk kërcënoi asnjë gazetar në jetën e tij. Nuk kërcënoi asnjë kundërshtar. Nano hoqi frikën nga partia më e frikshme komuniste në Ballkan. Në një drekë me gazetarët, atëherë zonja e parë Joana Nano, e sulmuar dhe e përfolur lirisht edhe ajo nga të gjithë, me buzëqeshje do të thoshte mendimin e saj, por duke u kujdesur deri në fund që askush mendimin e saj të mos e merrte si privim. Sa e bukur është shoqëria kur njerëzit thon lirshëm çfarë mendojnë, pa shpifur e pasajuar, dhe kur kjo liri i vlen për të kuptuar pa kakofonit vërtetën e lakmuar. Nëse sot mendoj një politikan kontroversi Fatos Nano, debatet që ai provokonte për herë edhe mes të vetëve, si shije e fundit më mbetet vetëm ajo e lirisë së ofruar. Liri për të shprehur, për të shkruar, për të kundërshtuar. Nuk ka më të vlefshëm se njerëzit që japin liri, qofshin në familje, në shkollë, në parti apo në qeveri. Askush nuk është perfekt, por perfektja qëndron këmbë kryq vetëm tek njerëzit që janë zemërgjerë. Këta shqiptar duhet të duam pa kushte në Shqipëri.